pas kanë kaq të vështirë për ta gjetur këtë emrin? Ju bradhen lagje me pas tonë të komit sinqert e kishmi gjetë një person i cili mund të ishte president. Edhe dyta, që është shumë rëndësishme. Unë kam besuar shumë që zonja Osmani do i vazhdojë të një mandat për x arsye që i kam thënë tashmë të mos përsëritje. Dhe nuk është dashur në fakt të shkohet tashmë të flasim për diçka që mund të kalojë shumë kollaj. E dyta, Kosova ka sistem parlamentar. Do thotë roli dhe pozita e presidentit nuk është do thotë as ligjvënës as ekzekutiv. Edhe këtë duhet kuptuar. Dhe e treta është që do thotë mjafton që presidentja e vendit e para të jetë ekuilibruese, të jetë do të balancuese me subjekte tjera politike, të jetë gjithëpërfshirëse, gjitha këto elementet apo kriteret e zgjedhjes së presidentit janë. Dhe e që është shumë e rëndësishme është përfaqësimi së më i mirë dinjitos diplomatik në arenën ndërkombëtare. Dhe ne kemi pasur kritika të vazhdueshme se si zonja Osmani ka pasur qasjen mbase në balancimin apo gjithëpërfshirjen me subjekte politike, por në arenën ndërkombëtare më duket absurde nëse ne mund t'ja mohojmë meritat dhe sukseset që ka pasur për të përfaqësuar Kosovën. Dhe andaj them nëse nuk u zgjodh ky rast që ne kishim, çdo rast tjetër besoj që do ulet në tavolinë dhe për të vendosur është që vetëm është për të krijuar sa më shumë gërçe. Opozita asnjëherë nuk i kërkoi ndjes që duhet të korrigjoj, por nuk i ka kërkuar asnjëherë partisë opozitarëve vendosur të nxjerr emrin. Do thotë, ata po thonë ne duhet ta japim emrin. Po ata po kërkojnë nga lëvizja vetëvendosje vetëm ta kenë mbështetjen e votave për kështu, po. Sepse ka raste kur eksponentë që kemi pasur në këtë studio dhe kur i kemi pyetur pse nuk shkoni me një emër si opozitë, kanë thënë se le ta propozoj vetëvendosje dikë që nuk vjen nga partia e saj, pra jo një emër partijak, por le ta propozoj si parti e parë. Këtë po kërkojnë gjithë subjektet politike. Këtë po kërkojnë gjithë. Do thotë, LDK-ja thotë vetëvendosja apo thotë opozita një emër që është apolitik. Këto tjerat po thonë, do thotë janë lojra politike që sinqerisht nëse ne flasim së më shumë çka i ndihmojmë demagogjisë të tyre, të gjitha subjekteve politike. Tjetra është një analizë tjetër që duhet bëjmë sonte. A është e rëndësishme që këto parti nuk janë të dashur domosdoshmërisht partitë opozitare, nuk janë të dashur zgjedhjet. Unë besoj që janë duke i dashur zgjedhjet mbase, sepse nuk është e njëjta matematikë e zgjedhjeve, rezultati zgjedhjeve. Çdo ulje e përqindjes së lëvizjeve vendosje është në favorin e partive opozitare. Do thotë, do e ketë domosdoshme tashmë zotri Kurti që nëse tani sillet do thotë me një krenari të 51% që çdo ulje kësaj përqindje do shkojë në favor të opozitës. Zonja Osmani në një mënyrë tjetër deri me 28 dhjetor nga gjithë simpatizantët, militantët, antarët e dikushëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë parë zotri Kurtin dhe zonjën Osmanin si një dyzim i përbashkët dhe që e kanë një rrugtim pavarësisht që ajo nuk është deklaruar. Prandaj dhe mori 51%. Dhe në momentin që këtë rrugë u ndan, dhe si u ndan, unë besoj që nuk e ka më atë komoditet siç e ka pasur zotri Kurti në 28 dhjetori me 51%. Sepse ka, siç po shihet zonja Osmani dhe më herët po tashmë me përfundimin e mandatit ka filluar të dalë në terren dhe të takojë qytetarët. Sigurisht ne do presim në fushatën, nëse shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, se çka do përdori, ata kanë bashkëjetuar politikisht pothuajse për 5 vite, ka shumë gjëra që mund të dalin në pa. Ndarja rrugëve mbase dëmton. Do ndajnë dy tabore dhe unë besoj që nuk është bashkë e njëjtja gjë, siç ka qenë do thotë para një viti, edhe tash nëse zonja Osmani del dhe garon në politikë. Sepse ka qytetarë dhe simpatizantë të cilët nga Lidhja Demokratike e Kosovës rrjedhen në lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vendosje nuk ka brumë të vetin domosdoshmërisht këtë 51%. Aja ka elektoratin e vet, ka elektoratin e LDK-s të zhgënjur pse Vjosa nuk ishte atëherë në LDK, dhe e treta ka elektoratin i cili në fakt ishte i pavendosur i zhgënjur nga partitë e dikushme, pozitare, PDK, LDK, dhe që ju ka bashku lëvizje vendosje si moment shpresë e bese që po ndyshon diçka. Por siç po e shohim, me rastin e çmimeve, me rastet e gjitha këtyre parregullsive jetësore të qytetarëve, lëvizja vendosje nuk është që të marrë më bashkë mbështetjen siç e ka pas. Do thotë siç po e shohim çështja naftës, e cila është jashtëzakonisht besoj që do diskutojmë në pjesën e dytë, më besoni nëse në rajonin tonë, do thotë në Maqedoni, shitet më lirë se sa në Kosovë, një qytetar i Ferizajt shkon shumë më lehtë mbush do thotë naftën në Shkup se sa do thotë ta mbush në Ferizaj dhe thuhet me idenë që nuk mund të heqim akcizën, nuk mund të heqim TVSH-n dhe kanë frikë që këto kanë frikë për lëvizjen vendosje se fatmirësisht për qytetarin, dua të vedistohet qytetari që ka kuptuar çështja energjetikës, ka filluar të dalë në pa gjitha probleme dhe parregullsitë që kanë ndodhur. Dhe gjithë kjo, unë biles do thoja që opozita shumë më mirë ka filluar të aktivizohet të nxjerrë në pa gjitha këto defektet e menaxhimit të qeverisë, se sa të mirë, sa përqind dhe sa mos përqind. Andaj, gjithë këto elemente domosdoshmërisht në kohë fushate kanë për të ndryshuar pak elektoratin.
pak ose shumë, po edhe sikur qofshin 8%, 9%, 10%, Do jenë mjaftueshëm. do jenë mjaftueshëm për për mos ta krijuar këtë balancin për 51% dhe absolutën që u të ndje